Mirëmbrëma, Zoti ju bekoft. Çfarë bekimi të jemi në këtë studim biblik me të dashurën Motër Maria Luisa, që do të jetë i mbushur me bekime për të gjithë ne. Amen, vëllezër? Më mirë do ishte të pyesnim, sa prej jush Zoti ju a kishte zbuluar ardhen e këtij momenti? Amen. Po, lavdi Zotit. Nuk ka gjë më të bukur se sa të jesh i udhëzuar nga Zoti, siç përshkruhet në Bibël, një Zot i gjallë, një Zot që na surprizon ashtu siç ne nuk do dinim kur ta bënim, sepse ai ka treguar, ka folur, na ka dhënë zbulime. Çfarë bekimi të madh kemi në Zotin. Për të është e gjithë lavdia, nderi dhe përlëvdimi. Amen? Atëherë le të lutemi vëllezërit e mi dhe t'i përkushtojmë këtë moment Zotit të Biblës, Zotit ton krijues. Amen, vëllezër? Zoti lavdishëm, Ati mirë, ti o Ati im je shumë i madh, ti je i plot fuqishëm. Ti o Zot je gjëja më e bukur që kemi, Perëndi. Për ty jetojmë o Ati mirë. Dhe sot o Perëndi ti na ke lejuar të mblidhemi këtu në Vallecas, premtim që ti e kishe bërë tashmë, sepse ti konfirmon atë që bën. Ndonjëherë si qenie njerëzore mendojmë se jemi ne në zotrim të vetes tonë, se duam të bëjmë vullnetin ton të lirë, por në fund je ti ai që na jep njohuri, na udhëzon dhe na jep drejtim. Dhe sa e bukur është ajo që ti Perëndi bën me motrën Maria Luisa, ti e udhëzon e drejton, dhe ti Perëndi e dije se sot në këtë orar do të ishim këtu, dhe do të ishte me ne e dashura motër Maria Luisa, në mesin ton. Ndaj sot o Perëndi duam të kushtojmë këtë shërbes, këtë studim biblik, dhe qoftë një bekim i madh për të gjithë ata që janë të pranishëm sot dhe për të gjithë ata që do të na shohin, Perëndi. Për të gjithë, o Zot, le të ketë sot bekime të shumta, çlirime të mëdha, dhe mbi të gjitha, Perëndi, le të ndodhin sot mrekulli dhe shenja. Dhe gjithashtu Ati mirë të jetë sot mja një mundësi për të mësuar më shumë rreth Ungjillit, doktrinës tënde. Ti o Perëndi 50 vite më parë udhëzove dhe i dhe fuqinë motrës Maria Luisa dhe vëllait Luis Eduardo Moreno të ishin shërbyesit e tu dhe të shpërndanin Ungjillin dhe doktrinën tënde. Dhe kjo fjalë a të shpërndar sot në gjithë botën. Dhe në këto 30 vitet e fundit, në drejtimin e motrës tonë të dashur Maria Luisa, kemi mësuar mbi Ungjillin dhe doktrinën që na ka mësuar të jemi të lirë, të çliruar nga zinxhirët e të ligut, dhe në vullnetin ton të lirë kemi zgjedhur të ndjekim Perëndin. Nuk ka justifikime se si të paraqitemi përpara pranisë tënde për të bërë vullnetin tënd, pasi çdo gjë është dhënë prej teje. Ka pasur shumë zbulime dhe çdo herë më shumë Ungjilli është sqaruar, doktrina gjithashtu. Ti ke dhënë fuqi, ke dhënë shenja, e ndoshta shumë të kanë kërkuar të mund të jetonin në kohrat e shkuara me apostujt, dhe ti ju ke mësuar në ëndra se ku ka më mirë se sa të jetosh në epokën e apostoles ton, motrës Maria Luisa. Ndaj dhe dita e sot me atë qofte bekuar për të gjithë dhe gjithashtu për ata që do të na shohin sot, pasi kështu ka ardhur duke u përhapur dhe shpërndar Ungjilli yt atë. Lejo që e gjitha kjo të arrijë në zemrat tona dhe të ketë çlirime, të ketë lumturi, dhe të mund të shijojmë këto momente dhe të gëzojmë prezencën e motrës Maria Luisa. Çdo gjë që bëjmë këtu o atë është për ty dhe vetëm për ty o Perëndi, në emër të Krishtit pranoje këtë moment dhe këtë studim biblik. Amen dhe amen. Mund të zini vend vëllezër? Do të këndojmë himnin 243. Rëshaja për të gjithë. Himni numër 243. Kujtoni se përpara disa muajsh doli edhe CD-ja numër 11, por edhe mund ta shkarkoni gjithashtu. Ishte shumë e bukur apo jo? Nuk është kështu vëllezër? Sidomos mesazhi që mbar teksti.
Bekuar dhe i përlëvduar që Zoti ynë. Të lumë janë ata që mund të kuptojnë doktrinën. I lumë është ai që dëshiron me shpirt që Zoti ta përdor. I lumë ai që bën vullnetin e Zotit. I lumë ai që përulet përpara Zotit. Të lumë jemi të gjithë ne. E na duhet të kemi mendje të shëndosh. Duhet të kemi mendje të shëndosh. E të gjitha ato frymra të ndyra që gjunjëzojnë një botë të tërë, pasi thuhet se e gjithë bota është e udhëhequr nga djalli, dhe ai nënshtron njerëzit në epshet e tyre, në dëshirat dhe kënaqësitë, në mënyrë që mos të bëjnë vullnetin e Perëndisë. Por të gjithë ju që bëni përpjekje e vini të kërkoni Perëndin dhe të jeni të vëmendshëm, Zoti do t'ju bekojë. Amen, vëllezër. Le të ngrihemi në këmbë dhe të këndojmë korin 154, Më dërgo o Perëndi. Kori 154, Më dërgo o Zot për çfarë? Për të predikuar me anë të shembullit të mirë, të jetuarit, të veshurit, të folurit. Kujtoni se prej mëshirës së Zotit të gjithë ne mund të ushqehemi, të kemi punë, të jemi në vende kaq të bukura si ky sot dhe të gëzojmë prezencën e motrës tonë të dashur Maria Luisa. Mëshirë e pastër e kujt? E Zotit. Dhe të këndojmë bashkë të kori 154. Nderi dhe lavdia qofshin vetëm për Perëndin. Ndaj edhe kemi këtu mes nesh një mësuese të madhe, një grua të madhe, një bijë të denjë të Zotit. Me ne këtu motra jone dashur Maria Luisa. Zoti ju bekoft vëllezër. Zoti ju bekoft vëllezër, motra. Çfarë lumturie. Çfarë lumturie që jemi këtu. Kaq shumë që unë kaq shumë i kam kërkuar Zotit që prej vitesh i kërkoj Zotit që të më lejoj ose të më jap mundësinë që të vi këtu në këto vende dhe të qëndroj 1 muaj, 2 muaj, por këto dëshira kanë shumë vite dhe Perëndia jo nuk ma ka lejuar. Sepse mirë, kisha është rritur kaq shumë dhe janë kaq shumë vende, sa që është shumë e vështirë për të arritur si njerëz. Por duke qenë se Perëndia ynë është në të gjitha vendet, duke na parë, duke na dëgjuar, ai i njeh mendimet tona, atëherë ai është aty dhe kërkon që çdo person, çdo qenie ta lëvdoj, ta kërkoj, ta thërras, të lëvdoj emrin e tij dhe tani, fal modernitetit, teknologjisë, mjeteve të komunikimit si interneti, fal tyre, sikur të gjithë jemi afër.
të gjithë afrohemi, të gjithë jemi bashkë si qenie njerëzore. Si tjetë Zoti vallë, Perëndia që është aty në çdo vend, ai është i madh, ai mbulon universin, dhe Perëndia bekon, dhe Perëndia meriton që ta nderojmë, që ta lëvdojmë, ai meriton që të vlerësojmë gjithçka që bën për ne mrekullit, që Zoti bën, t'i vlerësojmë të gjitha këto, faktin që na ka sjell në rrugën e tij, faktin që po na tregon shtigjet e drejta në për të cilat duhet të ecim. Për këto duhet të falenderojmë Perëndin çdo ditë të jetës tonë. Dhe çdo ditë të jetës tonë duhet të gjejmë kohë për të lexuar Biblën dhe të reflektojmë rreth tij dhe të falenderojmë Perëndin gjithmonë. Mund të uleni vëllezër dhe motra. Sot do të reflektojmë një përshëndetje po ashtu për të gjithë vëllezrit dhe motrat që do të na shohin në këtë video, në këtë studim biblik, që do të jetë gjysmë mësim, gjysmë studim biblik. Ju përshëndesim po ashtu të gjithë juve me shumë dashuri nga këtu nga Madridi, nga Kisha e Vallecas. Perëndia im ju bekoft të gjithëve. Dhe do të hapim Biblën në librin e Predikuesit, kapitulli i parë. Do të reflektojmë këtu në kapitullin e parë të Predikuesit, shpejt e shpejt. Predikuesi kapitulli i parë thot kështu fjala e Zotit, thot: Fjalët e predikuesit, birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit, po flet këtu mbreti Salomon. Thot: Kotësi e kotësive, thot predikuesi. Kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Thuhet se ai vuri si qëllim në vete të shikoj dhe të vëzhgoj njerëzit, madje edhe kafshët dhe natyrën, dhe shihte zhvillimin, lindjen dhe zhvillimin e gjithë këtyre qenieve ose elementeve, dhe shihte në fund se të gjithë shuheshin, vdisnin, baronin, çdo gjë kishte një fund. Ai nisi të vëzhgonte se njerëzit në jetë, burrat, gratë, shqetësohen për të arritur gjëra, për të bërë gjëra, për të kënaqur dëshirat e tyre, për të bërë shumë gjëra, dhe ai shihte se disa ja arrinin qëllimit, të tjerë jo, por në fund vjen vdekja dhe njeriu ikën ashtu siç erdhi, siç lindi. Kështu ai e quante këtë kotësi. Kotësia në ato gjëra që kanë një fund, ato që zhduken, ato që nuk vlejnë, që mbarojnë. Çdo gjë përfundon, çdo gjë shuhet, kjo është kotësia. Dhe ai foli për të gjitha gjërat, por ai kur nuk thoshte kjo është e keqe ose kjo është e mirë. Ai thjesht tregonte atë që vëzhgonte, atë që analizonte, dhe thoshte gjithçka është kotësi. Ai nuk thoshte kjo është gjë e keqe mos e bëni më, ose kjo është gjë e mirë vazhdoni e bëni. Ai thjesht arsyetonte, filozofonte për të gjitha gjërat që shihte dhe linte qenjet njerëzore të tjerët, lexuesit, që të gjykonin ose të analizonin dhe secili në mënyrën e tij të merrte një vendim se si të vazhdonte t'i bënte apo të mos i bënte gjërat, të bënin të mirën ose të mos e bënin të mirën. Kështu që këtu në vargu numër 3 ai thot se duke qenë se gjithçka është kotësi, thot ç'përfitim ka njeriu nga gjithë mundi i tij kur mundohet në rrezet e diellit. Thot ç'përfitim mund të ketë njeriu nga gjithë mundi i tij. Ai mundohet, ai punon, shqetësohet shumë. Thot, brezat vinë dhe brezat shkojnë, por toka mbetet për gjithmonë. Ai shihte se gjithë kjo
ishte kotësi. Se njerëzit lindin, rriten dhe pastaj vdesin. Dhe përse lodhet, cilat janë ato gjëra për të cilat lodhet kaq shumë njeriu në jetë, kur ka diçka më të mirë në fund, dhe ky është përfundimi i predikuesit. Libri i predikuesit flet për një temë të vetme, përbëhet nga 12 kapituj besoj, 12 kapituj, deri te kapitulli 12, për ta kuptuar duhet lexuar i gjithi, dhe përfundimi është në kapitullin 12:9. Kështu që, mirë, ne do të lexojmë kapitullin e parë, ku ai thot edhe dielli lind dhe pastaj perëndon dhe shpejtohet nga vendi ku del përsëri, kështu ndodh gjatë gjithë kohës çdo ditë. Era fryn në drejtim të jugut, pastaj kthehet nga veriu, kthehet dhe rikthehet vazhdimisht dhe bën po ato rrotullime. Thot ai, të gjitha këto ndodhin, kjo është jeta e përditshme. Kjo është rutina. Kështu që përse lodhemi? Çfarë mund të ketë më të mirë se këto gjëra? Unë besoj se ka diçka të re, diçka më të mirë. Thuhet në vargun 7. Gjithë lumenjt derdhen në det, por deti nuk mbushet kurrë. Nga vendi prej të cilit lumenjt vijnë, aty kthehen përsëri. Po, sepse ret bëjnë këtë punë, ret mbledhin përsëri ujin, e çojnë, e pastrojnë dhe pastaj e kthejnë përsëri, kështu që ai thot, gjithçka shkon e vjen dhe kështu është gjatë gjithë kohës dhe kjo quhet kotësi. 8. Të gjitha gjërat kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thot njeriu. Syri nuk ngopet kurrë duke parë, po kështu veshi nuk lodhet kurrë duke dëgjuar. Ai kishte plotësisht të drejtë sepse kjo është e vërtet. Ajo që ka qenë është ajo që do të jetë. Thoshte ai, ajo që ka qenë është ajo që do të jetë. Përse? Sepse ajo që ishte vdiq por vjen dhe rikthehet përsëri, ajo që iku la një far, ajo që iku la fryte, la pas ardhës, dhe për këtë arsye vazhdojnë të jenë të njëjtat gjëra. Thot, është ajo që do të jetë, ajo që është bërë, është ajo që do të bëhet, nuk ka asgjë të re në ndjell. Kishte shumë të drejtë proverbisti. Ju mund të lexoni vargjet 10 dhe 11. Ky është realiteti. Ky është realiteti, prandaj sot njerëzve ose të gjithëve na pëlqen ndonjëherë të shkojmë në muze. Pra shkojmë në një muze dhe gjejmë gjëra të viteve 1400, 1600, 1800, historinë, prisit, mbretërit, sundimtarët, presidentët si jetonin, cilat ishin veshjet, cilat ishin të gjitha gjërat që kishin. Atëherë ne i admirojmë, por nëse ne shohim se kalon koha, modat për shembull, kalon koha dhe me kalimin e kohës nisin dhe bëjnë të njëjtat gjëra, duke përdorur tani më shumë teknologji, por kthehen përsëri te e njëjta gjë. Dhe njerëzit thonë, jo, këto modele këpucësh janë të viteve 30 dhe tani po i nxjerrin përsëri modelet e viteve 30. Kishte të drejtë mbreti Salomon për çdo gjë që ai vëzhgonte në jetë, sigurisht i ndihmuar nga Perëndia, që e ndihmonte të shihte, të vëzhgonte, të mendonte, të analizonte të gjitha gjërat, ai kishte plotësisht të drejtë dhe në fund thoshte, gjithçka është kotësi, por ka diçka që nuk është kotësi. Këtë do ta shohim në kapitullin 12 dhe thot në vargun 12, unë predikuesi kam qenë mbret i Izraelit në Jeruzalem, dhe kam kërkuar me zemër të zbuloj dhe të hetoj me dituri çdo gjë që ndodh në qell. Kjo është një punë e rëndë që Perëndia ua ka dhënë bijve të njerëzve që ata të lodhen në atë punë. Të lodhen, të punojnë, të eksplorojnë,
të përmirësojnë gjërat, të shndrojnë gjërat dhe të bëjnë shumë gjëra në rrezullin toksor. Dhe thot 14. Unë I kam parë të tërë gjërat që bëhen në ndjell dhe ja, të gjitha janë gjëra të kota. Dhe çfarë tjetër? Një kërkim për të kapur erën. Kjo pra, kërkim për të kapur erën, mundime, hidhërime, shqetësime, diçka doli keq, nuk u bërë gjëja mirë, nuk funksionon mirë, u prish makineria, produktet nuk dalin mirë, çdo gjë kërkim për të kapur erën. Dhe në fund, kotësi, ditën që njerëzit vdesin, që shuhen, aty mbaron çdo gjë, të gjitha ishin kotësi. Atëherë dikush do të thotë, kemi humbur kohën në jetë? Po humbet koha vallë? Por këtë do ta shohim më vonë. 15. Ajo që është e shtrembër nuk mund të drejtohet, dhe ajo që mungon nuk mund të numërohet. Unë kam folur me zemrën time duke thënë, ja, kam fituar madhështi dhe dituri më të madhe se të gjithë ata që kanë mbretëruar para meje në Jeruzalem, dhe zemra ime ka parë shumë dituri dhe njohuri. Thot në vargun 17, thot mbreti Salomon, dhe ja kushtova zemrën time për të njohur diturin, si dhe njohjes së marrëzisë dhe budallallëkut, dhe kuptova që edhe kjo është një kërkim për të kapur erën. Thot se edhe marrëzia dhe budallallëku, se edhe këto ishin vështirësi, probleme dhe mundime për njeriun. Vargu 18, sepse aty ku ka shumë dituri, ka dhe shumë shqetësim, dhe kush shton diturin, shton dhimbjen. Kishte po ashtu shumë kërkim për të kapur erën në diturin njerëzore të shumt, shumë shqetësim, dhe thot ku shton diturin, shkencëtarët e mëdhenj I shton edhe dhimbje diturisë së tij, sepse vuan dhe shqetësohet sepse do të jetë I përsosur ose do të që të përsos çdo gjë dhe nuk mundet, nuk e arrin, kështu që në fund gjithçka kthehet në kotësi. Vdiq shkencëtari I madh dhe aty mbeti gjithë puna, lodhja, shqetësimi, humbi kohën, si të kishte humbur kohën në jetë nga gjithë ajo që bëri. Kjo lidhur me kotësinë. Këtij mbreti, kur Perëndia I dha atij urtësinë dhe ai analizoi të gjitha këto situata, ai ka plotësisht të drejtë, prandaj ka diçka më të mirë se kjo që nuk është kotësi. Dhe këtu për shembull, unë nuk do ta lexoj të gjithin sepse është shumë I gjatë për ta lexuar të gjithin. Thuhet në kapitullin 3 se çdo gjë ka kohën e vet. Ai kishte të drejtë kur thoshte se ka kohë për të vrarë, për të shëruar, për të shembur, për të ndërtuar, për të qarë, për të qeshur, për të hedhur valle, për të qenë trishtuar. Ka kohë për çdo gjë, dhe të gjitha këto ishin kotësi. Dhe në kapitullin 5 thuhet, zotimet para Perëndis duhet të merren seriozisht dhe pasuritë që nuk kënaqin, për të varfrit thot se njëjta gjë që ndodh të pasurit dhe të varfrit, të dy vdesin, të dy mund të vuajnë nga një sëmundje, pra thot se njëjta gjë që ndodh të pasurit edhe të varfrit I ndodh, thëndryshe se I pasuri as me paratë e tij nuk e shmangte dot një sëmundje të dhimbshme, të pashërueshme, por kjo mund t'i ndodhte atij edhe duke pasur pasuri. Prandaj proverbisti thoshte, e gjithë kjo është kotësi. Nëse njeri ulet dhe mendon gjithçka që bën në jetë është kotësi, por ka diçka që është kaq e rëndësishme për të bërë, që nuk është kotësi dhe është e vetmja gjë që mund na kënaq. Pra ju thash se gjithë libri I predikuesit ka vetëm një temë dhe në fund në kapitullin 12 do kalojmë aty që është përfundimi I kotësisë. Prandaj këtu në kapitullin 12 të predikuesit nga vargu 9, do të lexojmë nga vargu 9 e tutje, edhe pse nëse ju dëshironi lexoni gjithë librin e predikuesit që të mund të kuptoni se çfarë thot proverbisti lidhur me gjithë çështjet që ndodhin në jetë, që ndodhin në rrezullin toksor, për çdo gjë që I ndodh njerëzimit, madje edhe kafshëve, edhe natyrës po ashtu, dhe se me të vërtet gjithçka është kotësi nëse ne nuk njohim një rrugë
Dhe thuhet në vargu 9, predikuesi ose mbreti përveç se ka qenë një i urtë, i ka mësuar gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar, ka kërkuar dhe ka renditur një numër të madh fjalësh të urta. Predikuesi është përpjekur të gjejë fjalë të këndshme dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta. Fjalët e të urtëve janë si hosten dhe ato që mbledhin njerëzit e ditur janë si gozhda të ngulura mirë. Ato jepen nga një bari vetëm. Jepte të kuptuar se fjalët e një pastori e një bariu duke folur për Perëndin, duke mësuar për Perëndin, thuhet se ishin si një gozhdë e ngulur mirë në zemrën e njerëzve, dhe se ishte shumë më mirë të dëgjosh për Perëndin dhe të pranosh ose të jetosh me Perëndin në jetë. Dhe thot, biri im, ruhu nga çdo gjë që del jashtë kësaj. Shkruhen shumë libra, por nuk mbarohet kurrë kjo punë, dhe studimi i tepërt e nlodh trupin. Të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës. Lexoni vëllezër vargu numër 13, përfundimin e gjithë ligjëratës. Sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër dhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe, pra ne në jetë jetojmë të gjitha këto gjëra të kotësisë, se gjithçka është kotësi, por nëse ne ndjekim rrugën e Zotit, nëse bëjmë vullnetin e Perëndisë, sepse thuhet se duhet të ruajmë urdhërimet e Perëndisë, thuhet se kjo është tërësia e njeriut për qenien. Dhe kjo po nuk është kotësi, sepse pas vdekjes, për atë që ka ndjekur rrugën e Zotit, atë e pret një jetë me lumturi dhe triumfe, është një jetë që nuk është kotësi, por një jetë që ja vlen të ndiqet. Pra ky është përfundimi. Kur ju lexoni të gjithë predikuesin, ju nuk do të ngatroheni, do ta kuptoni mirë, sepse proverbisti nuk do të nisë të jap shpjegime nëse është gjë e mirë apo e keqe, por thjesht thot gjithçka që bëhet dhe kaq. Dhe thot ai se e gjithë kjo është kotësi për njeriun pa njohur Perëndin. Një person burr apo grua nëse nuk ka Perëndin, është e kotë çdo gjë që bën në jetë, sepse nuk mund ta shijojë, sepse nëse ai vdes pa Perëndin, atëherë aty në kotësi mbetet emri i tij në harres, dhe gjëja më e bukur është që qenia njerëzore, që Perëndia vendosi në rruzullin toksor, të njohë rrugët e tij, të lëvdoj emrin e tij, të ruaj urdhërimet e tij, sepse kjo po nuk është kotësi, sepse njeriu vazhdon të jetojë edhe përtej vdekjes. Deri dhe lavdia qofshin për Perëndin ton, dhe Zoti na ndihmoft. Zoti na ndihmoft të vlerësojmë rrugët e tij, fjalën e tij, premtimet e tij, dhe që ne të mund të kuptojmë se në këtë jetë duhet të luftojmë për bukën, për ushqimin, për veshjen, por këto janë gjëra të përkohshme. Ne jemi kalimtar, sepse po ecim drejt jetës së përjetshme. Deri dhe lavdia për Perëndin ton, dhe tani po ju jap mundësinë juve që të bëni pyetjet tuaja. Uroj që Zoti të vazhdojë t'ju bekojë në mënyrë madhështore. Mirë se erdhët motër, të gjithë duam të shprehim se ju duam shumë dhe dëshirojmë shumë që Zoti të lejojë që të jeni me ne, duke ju dhënë edhe shumë vite të tjera jetë. Motër, do dëshiroja t'ju bëja një pyetje e cila gjendet në librin e fjalëve të urta, kapitulli 27, vargu 23. Në fjalët e urta, kapitulli 27, vargu 23, po. Mund të lexoj motër? Po vlla. Fjalët e urta, kapitulli 27, vargu 23 thot: Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopet e tua. Së pari do të doja të pyesja nëse ky varg ju drejtohet pastorëve dhe shërbëtorëve të kishës së Zotit. Gjithashtu bashkë me këtë varg do doja të pyesja, ose më mirë të themi të komentoj
Zoti më ka lejuar të vizitoj kongregata të ndryshme dhe të shoh mënyrat se si punojnë pastorë të ndryshëm dhe kam vënë re se gjithë secili ka një formë të vetën të qenit dhe të trajtuarit të besimtarve. Disa mund të jenë më të dashur, të tjerë ndoshta pak më të largët, por të gjithë e bëjnë punën e tyre shumë mirë dhe vihet re ndryshimi në formën e të qenurit. Ky fakt është i lidhur me një dyshim që kam në zemër. Zoti më ka lejuar të njoh kishën para 20 vitesh dhe unë kam pasur gjithmonë dyshimin se mos ndoshta fakti që unë jam introvert si natyrë dhe pak i largët krahasuar me njerëzit e tjerë, nëse kjo mund të më kthehet në një pengesë shpirtërore për mua, pasi pas kaq shumë vitesh që jam në kishë nuk kam arritur të kem pagëzimin me frymën e shenjtë dhe njoh njerëz të cilët kam pak a shumë natyrë të ngjashme me mua dhe kam pasur vështirësi të njëjta, dhe që kjo bën të vonohet shumë të pasurit të frymës së shenjtë. Shumë faleminderit motër dhe shpresoj që kjo pyetje të na shërbej për ndërtim shpirtëror. Mirë, kur ndonjëri prej jush ndjen ose ka atë ndjesi se është i ndrojtur, introvert, që nuk flet, nuk shprehet, nuk është ekspresiv dhe për këtë arsye nuk lutet po ashtu me liri që Perëndia ta bekoj ose fryma e shenjtë të vi, atëherë në lutjen tuaj i kërkoni Zotit, ti kërkojmë Perëndis të na heq gjithçka që ne ndjejmë se është e keqe dhe që na dëmton, që na lidh, që nuk na lejon të marrim bekime. Ajo që bëjmë është ti kërkojmë Perëndis çlirim dhe ti kërkojmë Zotit bekimet shpirtërore. Duhet ti kërkojmë Perëndis të na ndihmoj, të ndryshojmë, të heqim të gjitha ato që të mund t'i shërbejmë, të mund të punojmë në vreshtin e tij. Dhe ky vargu 23, mund të shihet në të dyja kuptimet. Nëse ne duam ta marrim po ashtu në mënyrë të figurshme, si një shembull, atëherë shërben edhe si shembull, sepse Zoti Jezu Krisht, kur predikonte Ungjillin, ai mësonte të tjerët me shembuj, me metafora, me analogji, me gjërat që ishin të ngjashme, që njerëzit të kuptonin atë që ai donte të thoshte. Dhe këtu po ashtu proverbisti, të cilit Perëndia i dha këtë dituri për të njohur shumë gjëra dhe për të ditur shumë gjëra, ai po flet se nëse një person duhet të jetë i kujdesshëm për gjendjen e deleve të tij, të ketë kujdes për kopen e tij, atëherë aq më tepër për qenjet njerëzore, po ashtu pastorët, ata që janë pastorë të jenë të kujdesshëm për tufën e tyre dhe të jenë të vëmendshëm ndaj deleve, sepse Zoti Jezu Krisht thoshte se ai ishte bariu i mirë dhe se ai donte delet e tij, dhe ashtu të gjithë ata që ai kishte vendosur në kishë, thuhet se në kishë ai vendosi ungjilltar, pastor, mësues, dhe se ata duhet të punojnë mirë dhe të rrinë zgjuar për delet dhe ta bëjnë mirë punën e tyre. Pra vargu mund të shihet në të dyja kuptimet, në kuptim të parë dhe gjithashtu në kuptim shpirtëror ose të figurshëm, sepse Zoti flet po ashtu me figura. Dhe për pjesën tjetër, kërkojni Perëndis, ti kërkojmë Zotit që të na çliroj, të na heq frikrat, druajtjet, dyshimet, ndrojtjen, të na heq kaq shumë gjëra që ndonjëherë ne i përjetojmë, i ndjejmë, i jetojmë dhe që këto na pengojnë të marrim dhuntit frymërore. Pyetje tjetër? Mirëdita vëllezër e motra, Zoti ju bekoft. Motër, shumë faleminderit që ishit me ne gjatë pandemisë dhe doja të falenderoja, por prisja shumë që ta bëja këtë pyetje dhe nuk mund ta bëja, dhe të falenderoj që ishit me ne ditët shumë të këqija, por Zoti na ngushëlloi me mësimet e tij. Motër, pyetja ime është në Mateun 16, vargu 23-24 dhe më lejon të lexoj? Po motër, po. Mateu 16:23-24? Po. Para ai u kthye dhe i tha Pjetrit, shporu prej meje o Satana, ti je një skandal për mua sepse s'ke ndërmend punët e Perëndis, por punët e njerëzve. Atëherë motër u shoh se këtu djalli sulmoi Pjetrin dhe Zoti e korrigjoi, e qortoi, por shohim edhe në Ezekiel 28 kur djalli e pushton mbretin. Dhe pyetja ime është motër, si na shqetëson djalli ne dhe ata për ne që ishim apostoj,
atë të botës, atëherë si na shqetëson edhe ne. Po ashtu djalli vjen tek ne dhe na vë tundime, na vë kurthe, na vë vështirësi, mundime, na vë sëmundje, na bën të dyshojmë, na bën që t'jemi mosbesues ndaj premtimeve të Perëndis. Dhe mirë, në të gjitha mënyrat na vë armiq, me kritika, me fjalë, me thashetheme, me shpifje, në punë, për shembull me kolegët, me shefat. Mirë, na vendos shumë kurthe. Në shkollë, kudo qoftë, djalli na vë kurthe vazhdimisht. Ne vazhdimisht përndiqemi nga armiku, sepse kështu na e mëson apostulli Paul, ai thotë, ne nuk kemi luftë kundër njerëzve, por kundër principatave, të gjitha forcave të armikut që vinë kundër nesh, dhe prandaj duhet të jemi të vëmendshëm me doktrinën, me lutje, duke i kërkuar Perëndis, dhe po ashtu ne nuk duhet të lejojmë që djalli të vendos tek ne gjëra në qenjen tonë që nuk i pëlqejnë Perëndis. Të gjitha ato tundime, mendime tek qia, dyshimet ose mosbesimi ndaj Perëndis, të gjitha këto duhet t'i shmangim dhe t'i kërkojmë Perëndis, dhe lutja jon duhet të jetë e vazhdueshme dhe të vazhdojmë të ecim përpara, sepse Perëndia po ashtu na ndihmon, ai do të na ndihmoj. Kur ai sheh se armiku na përndjek shumë, atëherë Zoti na ndihmon me ato gjëra që ne nuk mund t'i zgjidhim ose që ne nuk mund të luftojmë kundër armikut. Faleminderit, vazhdojmë. Mirdita motër, dua t'ju bëj një pyetje në lidhje me pjekurinë shpirtërore. A është kisha e përgatitur, si qenie njerëzore, për të pranuar vullnetin e Zotit Jezu Krisht? Nëse kisha është gati si qenie njerëzore për të pranuar vullnetin e tij, ne duhet të pranojmë vullnetin e Perëndis gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës duhet të reflektojmë në Zot, të pranojmë vullnetin e Perëndis, të përmbushim fjalën e Perëndis, t'i bindemi, të mësojmë doktrinën, të lexojmë shumë Biblën, po ashtu të ndryshojmë sjelljet tona. Pa rregullsitë që kemi në jetën tonë, duhet të ndryshojmë, sepse ne reflektojmë atë që jemi në shtëpi, në familje, në rrethin familjar, në rolin në familje. Aty është vendi ku ne ndonjëherë shpërthejmë dhe tregojmë gjithçka që jemi. Njerëzit në shtëpi, në familje, personat ju thonë, ju shkoni në kish, ju pse jeni kështu të zemruar, me temperament të keq, të acaruar, të pakënaqur, duke u grindur, ju pse thoni fjalë të pahishme ose të pista. Ju pse silleni në këtë mënyrë? A nuk thoni ju se shkoni në një kish ku Perëndia flet? Atëherë ju pse jetoni një jetë kaq të parregullt këtu në familje? Aty familja, ata që nuk vinë në kish, shohin dëshminë e keqe. Të gjitha këto gjëra duhen braktisur dhe duhen lënë sa herë që mësojmë doktrinën, sa herë që dëgjojmë Zotin që na qorton, atëherë ndryshojmë, dhe kjo është ajo që bën që të fillojmë të kemi pjekuri shpirtërore. Por pjekuria shpirtërore nuk është në bazë të moshës, por nga të bërit të gjërave, nga njohurit dhe nga të vepruarit për të bërë vullnetin e Perëndis. Aty njihet pjekuria shpirtërore e një personi. Në diturinë e tij, në të kuptuarit të gjërave, në atë që ai bën, në jetën e shenjtë që jeton, kjo është pjekuria shpirtërore. Pra, është një proces i vazhdueshëm. Çdo ditë që kalon në jetën tonë, ne po përparojmë dhe shpresojmë që të përparojmë për mirë në jetën tonë shpirtërore, që çdo ditë të jemi më të mirë dhe të mos mbetemi të ngecur në një vend të vetëm, por le të ndryshojmë për mirë, për t'i pëlqyer Perëndis. Vazhdojmë më tej, pyetje tjetër? Motër Maria Luisa, mirëmbrëma, Zoti ju bekoft. Motër, dua t'ju bëj një pyetje nga Bibla, pasi në kish shumë herë vijnë njerëz nga besime të ndryshme fetare,
katolik, ungjillor dhe musliman dhe gjithashtu rabi. Ata gjithmonë ka një dyshim që lidhet me vargun e gjendur në librin e parë të Korintasve, kapitulli 13, vargu 90. Më lejoni të lexoj motër? Po, libri i parë i Korintasve, kapitulli 13, vargu 9 dhe 10. Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht, por kur të vijë përsosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Shumë herë kur vin nga fe të tjera motor, thonë se ju pëlqen kisha, por kanë gjithmonë pyetjen që thuhet këtu në Bibël se këtu në kish profecit do të mbarojnë. Do të shuhen kur të vijë përsosmëria, apo jo? Aty thuhet, apo jo? Thot, ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht, por kur të vijë përsosmëria, ajo pjesë e profecisë do të shuhet dhe ajo pjesë e doktrinës së Perëndisë që njohim gjithashtu do të shuhet. Por kur të vijë përsosmëria, dhe çfarë është përsosmëria? Çfarë është përsosmëria? Cila është përsosmëria? Ku është përsosmëria? Kur ne ende jemi në rrugën e përsosjes, kur të vijë përsosmëria do të thot atje në jetën e përjetshme, jo këtu. Kur të vijë përsosmëria është kur ne të kemi përshkruar rrugën e Zotit dhe të arrijmë në fund, të arrijmë në praninë e Perëndisë dhe atje në praninë e Perëndisë është përsosmëria, sepse është vetë Perëndia ai që do të na bëj, ai do të na pri. Ai do të na pri atje, pra kjo është përsosmëria. Përse do të duam ne profeci pas vdekjes atje me Perëndin? Atje nuk do të na duhet profecia, sepse atje do të jemi me Perëndin. Thuhet se nuk do të na duhet as dielli as hëna, sepse ai është dielli ynë, ai është drita. Pra kjo është përsosmëria, vëlla. Përsosmëria është Perëndia. Kështu që atyre personave u thuhet mirë, ju keni të drejtë, por ka ardhur tek ju përsosmëria. Çfarë është për ju përsosmëria? Çfarë do të thotë përsosmëria për ju? Mund t'i pyeste dikush apo jo? Dhe nëse ata nuk din ta japin përgjigjen, u thuhet, po përsosmëria është Perëndia, dhe përsosmërinë e arrim pas vdekjes, kur ne në këtë jetë duhet të perfeksionohemi dhe të jetojmë një jetë të shenjtë, një jetë të drejtë dhe të vazhdojmë përpara, kështu që Zoti Jezus thot se ne po do të arrijmë të jemi të përsosur përpara se të vdesim, dhe pas vdekjes atëherë do të jemi me Perëndin, dhe kjo është përsosmëria, të jemi me Perëndin në jetën e përjetshme. Atje nuk do të na duhet profecia. Ndërkohë si njerëz jetojmë këtu, si qenie njerëzore, kemi nevojë që Perëndia të na udhëheq, të na drejtoj, të na mbështes, të na ngushëlloj. Mirë. Vazhdojmë, apo keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, e thash këtë motër, sepse kur vinë këta persona në kish, shumë thonë se kanë folur me pastorin ose me predikues të kishave të tjera dhe ata thonë, le të themi nga grupime të tjera fetare. Po, nga kisha të tjera. Dhe ata kanë një përkufizim mbi atë që quajnë përsosmëri. Për shembull, dëshmitarët e Jehovait mendojnë se përsosmëria është Bibla. Ka musliman për shembull që mendojnë se ardhja e Jezu Krishtit është përsosmëria. Dhe ju pyeta motër, pasi ka njerëz që vinë për herë të parë, i thuhet personit musliman, mirë, ju thoni se tani më ka ardhur Zoti Jezus dhe prandaj, ju jeni i përsosur? Ju jeni i përsosur? Sepse nëse ju thoni se Zoti Jezus ka ardhur, atëherë po jetojmë përsosmërinë, ju a jeni i përsosur? Dhe gjithë ato që dëgjojmë në lajme, në nivel botror, për luftrat, për vdekjet, për grabitjet, për vrasjet e të tjerë, kjo është përsosmëria për ju? Kjo është ajo që mund të themi njerëzve. Kështu që u themi, jo, ju mos nisni të diskutoni çështje doktrine që ju as vetë ndoshta nuk i kuptoni. Nëse ju me të vërtet jeni një person që e doni Perëndin, e vlerësoni Perëndin, pse nuk luteni më mirë, i kërkoni Perëndis që t'ju zbuloj gjërat, dhe ai do t'ju zbuloj gjërat, por jeni i sinqert, sepse nëse nuk jeni të sinqert, por e bëni me krenari dhe me arrogancë në qenien tuaj, Perëndia kur nuk do t'ju përgjigjet. Por nëse ju jeni i përulur kur e pyesni Perëndin,
atëherë Perëndia do t'ju tregoj, do t'ju zbuloj të vërtetën, ju mos u shqetësoni për këtë. Ndërkohë, unë ju këshilloj që nëse ju doni të jetoni përvoja të bukura ashtu si unë i jetoj në kishën time, unë ju ftoj të keni ato përjetime të bukura dhe pastaj ju gjykoni, por unë ju ftoj që të jetoni atë gjë aq të bukur që ne jetojmë në kishë në ditët e sotme. Kjo është e vetmja mënyrë me të cilën ne mund të flasim atyre personave, duke i ftuar që të vinë, po ashtu të marrin pjesë, që dhe ata në fund të gjykojnë dhe ata largohen në fund të lumtur. Shumë persona të tillë kanë ardhur në kishë dhe në fund përfundojnë duke i qarë kur Perëndia ju flet dhe qajnë dhe thonë jo, me të vërtet Perëndia është në këtë vend. Kjo është ajo që njerëzit thonë dhe kjo është e vërteta sepse Zoti është ai që shfaqet në këtë vend. Perëndia ynë. Mirë vlla. Po, mirë, vazhdojmë. Mirë dita, Motër Maria Luisa, unë kam një pyetje në lidhje me vullnetin e lirë. Zoti krijoi Luzbel, i cili ishte angjëlli i tij i preferuar dhe i shurdi e dinte tashmë se do donte fronin e tij. Pse lejoi të vazhdonte nëse kjo ka lidhje me ne qenret njerëzore që gjithashtu e kemi atë liri? E loi atë të vazhdonte sikur për një provë për ne? Kjo nuk është diçka që na duhet ta dim dhe aq më pak të pyesim Perëndin se përse. Zoti, ai nuk na lejon që ne ta vëmë atë në pikpyetje, në diskutim, të respektojmë vullnetin e Perëndis. Perëndia i bëri kështu gjërat dhe ne nuk mund të shkojmë ta kemi dyshime dhe të themi pse e bëri, po për çfarë e bëri, kur e dinte atëherë pse e krijoi. Jo, Perëndia kështu e bëri botën, krijimin, universin, gjithçka ai e bëri në mënyrën e tij. Me siguri një ditë do të kuptojmë atje në përjetësi, do të kuptojmë kaq shumë mistere që ka, atje do ta kuptojmë, por ndërkohë nuk mund të pyesim, nuk mund të vëmë në diskutim, në pikpyetje, sepse duhet të respektojmë planet e Perëndis. Dhe atë pak që ne mund të arrijmë të kuptojmë, atë për të cilën na lejohet që t'ia themi apo ta pyesim Zotin, atë e bëjmë. Por ka një kufi dhe madje në mendjen ton, në arsyetimin ton, kemi gjithashtu një kufi që ne nuk mund të mendojmë përtej kapacitetit që kemi për të menduar ose për të imagjinuar gjërat. Dhe është Perëndia ai që e di përgjigjen dhe ai nuk lejon që ne si qenie njerëzore të jemi duke e vënë në diskutim, në pikpyetje, sepse ndoshta do ta ofendojmë Perëndin me këtë. Perëndia thot vetëm beso dhe bindu. Kjo është ajo që Zoti thot, beso, bindu, thjesht bindju vullnetit të Perëndis. Si në rastin e Jobit, Jobi fliste kaq shumë dhe miqtë e tij ishin atje me kaq shumë arsyetime dhe me kaq shumë gjëra duke gjykuar Jobin, dhe erdhi një moment dhe Zoti i bëri pyetje Jobit. Dhe i tha, nëse ti di shumë, atëherë përgjigju këtyre pyetjeve. I tha, ku ishte breshri, ku ishte bora, ku ishin të gjitha këto mistere të mëdha, ti i di këto? Dhe Jobi thoshte, unë nuk do ta hap gojën Zot sepse unë nuk di asgjë. Nuk do të përgjigjem. Unë nuk di asgjë. Dhe Zoti i bëri disa pyetje kaq të vështira dhe ai tha, Zot, unë nuk do ta hap gojën, unë nuk di asgjë, Zot, më fal. Kjo ishte ajo që bëri Jobi. Kështu që ne nuk mund të shkojmë të mendojmë asgjë, as të mirë as të keq, as të themi më shumë për atë që ne nuk dim, përse kur Perëndia e dinte që djalli do ishte armiku i tij, përse e bëri, kjo nuk është diçka që është në të mirën tonë ta vëmë në diskutim ndaj Zotit, ndaj Perëndis. Këto janë gjëra të Perëndis, gjëra të respektueshme të Zotit, dhe sa i përket vullnetit të lirë, Zoti tha se i kishte bërë njeriu qenie njerëzore me një vullnet të lirë, dhe këtë vullnet të lirë ne e praktikojmë çdo ditë jetës tonë. Çdo ditë jetës tonë, disa punojnë, të tjerë studiojnë, të tjerë punojnë në shtëpi, të tjerë shkojnë në treg, të tjerë ecin në rrugë, të tjerë udhtojnë. Mirë, bëjnë kaq shumë gjëra. Unë mendoj se të gjithë qenjet njerëzore ne dukemi si milingona që shkojnë me vim, secili duke bërë gjërat e tij, ky quhet vullnet i lirë.
Gjithse cili prej nesh kërkon ushqimin, punojmë, blejmë, vishemi, udhtojmë, bëjmë shumë gjëra, ky është vullneti i lirë. Për këtë nuk kemi nevojë që Perëndia të na flasë çdo ditë se çfarë duhet të ham ose të veshim çdo ditë, por ky është vullneti i lirë dhe kjo është ajo që ne praktikojmë. Gjërat e thella dhe misterioze i përkasin Perëndisë tonë. Mirë, vazhdojmë. Mirëmbrëma, Motër Maria Luisa, mirë se vini në Madrid. Dua t'ju bëj një pyetje nga Bibla në 2 letrat e apostullit Paul. Citimi i parë, pasazhi i parë gjendet në librin e parë të Korintasve, kapitulli 13, vargu 5. Po. Flet për dashurinë apo jo? Dhe thot: nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq. Dhe dua ta lidh me librin e Filipianëve në kapitullin 2, vargu 4, ku apostulli Paul shkruan të njëjtën gjë e ku thot: mos të mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Dhe më poshtë në vargjet 19 deri në 21 thot: por shpresoj në Zotin Jezus që u dërgoi së shpejti Timoteun, që edhe unë, duke njohur kushtet tuaja, të inkurajohem, sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja, sepse në fakt të gjithë kërkojnë interesin e vet dhe jo gjërat e Jezu Krishtit. Motër, do të më pëlqente t'ju pyesja, pasi shohim këtu se apostulli Paul vë në pah sinqeritetin e Timoteut dhe e lavdëron këtë cilësi të tij. Do doja, Motër, që ju të na mësonit në mënyrë që zemrat tona të kishin atë dashuri që pati apostulli Paul, pasi ai thot se nuk kërkonte asgjë nga besimtarët, por vetëm që ata të jepnin fryte. Dhe kishte shumë dashuri për secilin prej tyre. Nëse mund të na mësonit, Motër, në mënyrë që dhe ne të pastrojmë zemrat tona, që zemra jonë të jetë e bardhë dhe të mos kërkojë interesin e vet. Shumë faleminderit, Motër. Mirë, kjo është pjesë e dashurisë. Këtu në librin e parë të Korintasve, po fliste për dashurinë. Këtu në librin e parë të Korintasve, kapitulli 13, po fliste këtu apostulli Paul se dashuria ishte gjë kryesore. Në librin e parë të Korintasve 13, në vargun 1 thot: po të flisja gjuhët e njerëzve, dhe të mos kisha dashuri, atëherë nuk do të isha asgjë. Edhe po të kisha dhuntinë e profecisë, të dija të gjitha misteret dhe mbarshkencën, dhe të mos kisha dashuri, atëherë nuk do të isha asgjë. Edhe po të ndaja gjithçka për të varfrit, dhe të mos kisha dashuri, atëherë nuk do të isha asgjë. Dhe thuhet në vargun 4, dashuria është zemërgjer. Pra një person që ka dashuri është i duruar. Një person që ka dashuri është plot mirësi. Një person që ka dashuri thot nuk ka zili, nuk krekoset, nuk fryhet. Në vargun 5 thot se një person që ka dashuri nuk sillet në mënyrë të pahishme. Çfarë është të bësh gjëra të pahishme, të vjedhësh, të vrasësh, të mashtrosh, të gënjesh, të bësh gjëra të këqija njerëzve, të shpifësh, të kesh zili, të gjitha këto janë gjëra të pahishme, të gënjesh, të gjitha këto janë gjëra të pahishme. Thot se dashuria nuk bën asgjë nga këto, prandaj kemi arritur në një përfundim se dashuria, lidhja e dashurisë është të mos mëkatosh, të mos bësh asnjë mëkat, sepse të gjitha këto janë mëkate. Gjithçka që është e pahishme, të gjitha këto janë mëkate. Zemrimi, inatet, mërit, vjedhjet, rrëmbimet, të gjitha këto janë mëkate, dhe kur personi arrin në një stad në të cilin Perëndia i ka ndryshuar dhe arrin atë gjendje në zemrën e tij, që ka dashuri në qenien e tij, siç kishte apostulli Paul dhe si e kishin apostujt e tjerë, si Perëndia neve gjithashtu na i ka dhënë këtë, të pasurit, atë dashuri, atë mëshirë për njerëzit, të mos mbash mëri, të mos kesh zilit, as të mos mashtrosh apo të gënjesh, të mos bësh asgjë të pahishme. Ne të gjithë
duhet të arrim në atë pikë, në atë nivel, në atë lidhje dashurie, të gjithë duhet të arrim, të gjithë besimtarët, predikuesit dhe me radhë, ungjilltarët, apostujt, profetët, të gjithë ata që Zoti ka vendosur në kishë, të gjithë duhet të kenë dashuri. Besimtarët po ashtu duhet të kenë dashuri gjithë secili. Kështu që kur të gjithë të arrin në atë nivel, thuhet se arrim të përsosmëria, se arrim të jemi të përsosur. Kështu që thuhet se ata që kanë një rrugë të panjoll, gjejmë në psalme shumë mësime lidhur me ata që kanë një rrugë panjoll, ata që ecin në rrugën e përsosmërisë, që arrin qëllimet e tyre duke pasur jetën e tyre të përsosur. Njerëzit thonë se kjo është një gënjeshtër se në këtë botë njeriu nuk mund të arritjet i përsosur, po, sepse i përsosuri është ai që nuk e ka zemrën e tij stret të asnjë mëkati. Ai shikon, i vëzhgon të tjerët që bëjnë kaq shumë gabime, kaq shumë gjëra të pahishme, por ai nuk i bën më. Dhe duke qenë se ky person, ky burr perëndie ose kjo grua perëndie ka arritur atë përsosmëri, atëherë është i mëshirshëm, i sjellshëm, i përulur, i thjesht, mendon për të tjerët, u jep të tjerëve, harron veten e tij, duke kërkuar që të tjerët të jenë më mirë, që ai të mos ketë, por të tjerët të gjithë të kenë, të gjithë të kënaqen, të gjithë të jenë të lumtur. Kjo është dashuria. Dhe ne po luftojmë për të arritur atë triumf, apo atë çmim, apo atë shpërblim të madh të qenurit të përsosur në rrugën e Zotit. Dhe unë e di që do ta arrim, sepse Perëndia do të na ndihmojë të arrim atje. Mirë, vazhdojmë me një pyetje tjetër. Përshëndetje motër, mirëditëm. Po motër, të lutem, për ndërtimin e kishës dhe për të ndërtuar emrin e Zotit ton të dashur Jezu Krisht, Perëndia ynë mund të na shpjegoni më mirë dhe të thellojë në të dallimin midis ignorantëve, rebelëve, ata pa ndjenja, budallënjve, jo besimtarëve dhe mundësisë së tyre për shpengim. Faleminderit motër, të dua shumë. Aj motër, më duhet të shkruaj të gjitha ato që më pyetët. Padituria, dallimi midis ignorantëve, rebelëve, pandjenjave, budallënjve, jo besimtarëve. Njëri i pamend, nëse një person është i paditur, rebel, i pamend, kokfort, i pabes, atëherë ka çdo gjë tjetër, jo vetëm këto, por çdo gjë tjetër është një person keqbërës, i keq, do thoja unë, i pabes është një person që i pëlqen të bëjë të keqen, që i pëlqen të jetojë në mëkat, duke bërë të keqen, duke bërë gjëra të pahishme gjatë gjithë kohës, është duke bërë ligësi. Nuk janë vetëm ato të meta që ju numëruat, sepse një mëkat çon në një mëkat tjetër, dhe nëse një person praktikon një mëkat, fillon me tjetrin dhe me tjetrin, derisa përfundon duke praktikuar të gjithë mëkatet, të gjitha gabimet. Mirë. Kur thuhet se i pabesi nuk beson në Zot, se kokforti nuk beson në Zot, kjo kështu ndodh në jetë. Kjo ishte ajo që zbuloi proverbisti për qenjet njerëzore, se kishte njerëz kokfort, rebel, të pabes që nuk donin të dëgjonin fjalën e Perëndis, as të nështroheshin, as të pranonin. Ne po luftojmë së pari për jetën tonë shpirtërore dhe pastaj edhe për jetën e të tjerëve. Sepse ne duam që njerëzit që na rrethojnë gjithashtu të jetojnë dhe të gëzojnë atë që ne po gëzojmë me Perëndin. Kështu që nëse ndër njerëzit që na rrethojnë ka persona kokfort, rebel, të pamend, ne u flasim për Perëndin, u japim shembull të mirë, por nëse ata nuk duan asgjë, atëherë ata largohen dhe na lën. Kështu që ne nuk do mund të bënim asgjë, por lufta jonë është të ndihmojmë njerëzit që janë afër nesh, të afërmit, fëmijët, miqt, kolegët e punës, shokët e shkollës, njerëzit që janë afër nesh të shohin shembullin tim, të shohin dëshminë time dhe të më pyesin, ju kush jeni, ju ku shkoni, atëherë unë i flas për Perëndin. Ose nëse më thonë, unë jam duke vuajtur, jetoj në varfëri, kam sëmundje, atëherë unë do të i flisja për Perëndin dhe i them, mirë, ju ftoj të shkoni në kishën time që të lutem për ju, që Perëndia t'ju flas,
që Perëndia të bëjë një mrekulli në jetën tuaj, që Perëndia t'ju shëroj, t'ju zgjidh situatën. Kjo është ajo që ne bëjmë me këta persona që motra përmend, duke u dhënë atyre shembull. Disa do të pranojnë, të tjerë nuk do të pranojnë, disa besojnë, të tjerë nuk besojnë, por ne vazhdojmë punën tonë. Lavdi Perëndis ton, vazhdojmë mëtej, po motër. Mirëmbrëma motër, Zoti ju bekoft, lumturohet zemra dhe shpirti im që gjendeni sot mes nesh. Vëllezërit e kishës së Saraguetës ju duam në Zot. Unë doja t'ju pyesja motër, sepse ashtu siç përmendet edhe në librin e akteve, doja t'ju pyesja për një pyetje e cila gjendet në librin e Zbulesës kapitulli 22 vargu 6 ku thot: dhe më tha, këto fjalë janë besnike dhe të vërteta, dhe Zoti Perëndi i profetëve të shenjtë dërgoi ëngjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin së shpejti. Pyetja ime motër është: cili ishte ëngjëlli i Zotit Jezu Krisht? Cili ishte engjëlli? Cili do engjëll, sepse Zoti ka me miliona engjëj në shërbimin e tij. Kështu që nga ata miliona, cili do prej tyre mund të ketë qenë ai që u dërgua, që t'i fliste Gjonit dhe t'i thoshte se gjithçka që ai kishte parë ishte një demonstrim i asaj që Perëndia do të bëjë në të ardhmen, dhe ai do t'u zbulonte këtë shërbëtorëve të tij, profetëve, mbi të gjitha gjërat që do të ndodhnin, mbi të gjitha ato që do të ndodhin në botë dhe mbi të gjitha në kish, sepse thot Zoti se profetëve u jep këto, ungjilltarëve, profetëve, apostujve dhe mësuesve dhe pastorëve, të gjitha këto u zbulon për përsosjen e kishës, që kisha të përsoset, që njerëzit të ndalojnë së mëkatuari, që të mësojnë doktrinën, që fryma e shenjtë të shfaqet e gjithsecili, t'ju heq prirjen e tyre mëkatare, atëherë çdo burrë dhe çdo grua do të jetë i përsosur përpara Perëndis. Kështu që Zoti për këtë arsye dërgoi engjëllin dhe i dha këtë zbulesë të mrekullueshme Gjonit në librin e Zbulesës. Çdo gjë nëpërmjet engjëllit i tha se Perëndia po dërgonte këtë engjëll për t'i treguar Gjonit të gjitha gjërat që kanë ndodhur, që do të ndodhin në të ardhme, që ai të ndihmonte që besimtarët dhe njerëzit t'i arrinin të gjitha këto bekime, jo vetëm ata që jetonin atë kohë, por sot edhe ne marrim pjesë, le t'i arrijmë të gjitha këto bekime të mëdha dhe këto gjëra të mrekullueshme të Perëndis. Po motër, pra për engjëjt mund të ketë qenë cili do engjëll, sepse janë me miliona engjëj në shërbim të tij. Vazhdojmë. Mirdita motër të gjithë misionit tuaj dhe të gjithë vëllezërve, Zoti ju bekoft. Kam një fjalë, kam një pyetje në ligjin e përtërir që është kur Mojsiu flet për gjithçka që bëri për popullin e tij me ndihmën e Zotit. Dhe më lind pyetja në ligjin e përtërir 9, kapitulli i 10, dhe thot: dhe Zoti më dha 2 pllaka guri të shkruara me gishtin e Perëndis, mbi të cilat ishin tërë fjalët që 9-10 po. Vazhdoni motër, vazhdoni. Mbi të cilat ishin tërë fjalët që Zoti ju kishte thënë në mal, në mes të zjarrit, ditën e asamblesë. Dhe pyetja ime është: Zoti i di gjithçka motër, sheh gjithçka, dhe e kuptoj se ashtu si Mojsiu kaloi 40 ditë me të duke u lutur, dhe ai kërkoi atë pakt mbi pllakat dhe i tha të shkonte sepse fëmijët kanë humbur rrugën, ata po bën një shëmbëltyr prej metalit të shkrirë që ai bëri për ta, dhe ata po adhurojnë atë viç. Por sa herë që lexoj kapitullin vargun 17 thot: pastaj i mora 2 pllakat dhe i hodha për tokë. I theva të dyja para syve të mi. Duhet të them, gjithmonë pyes veten pse Mojsiu, nëse ishte një pakt që Perëndia bëri, domethënë diçka që Perëndia e kishte shkruar me gishtin e tij, se pse e thye, duhet të them se herë që kaloi pyes veten. Dhe kjo është pyetja ime motër. Sepse Mojsiu thot se ai pa se kur ai zbriti nga mali, që po digjej nga zjarri, zbriti me
pllakat e beslidhjes në duar dhe ai pa se populli kishte gabuar dhe po mëkatonin duke adhuruar viçin prej ari që kishin bërë, kishin shkrirë metalin e viçit dhe po e adhuronte populli, kështu që Mojsiu u zemrua shumë kundër popullit të Izraelit se përse i bën këto gjëra, dhe për këtë arsye ai coptoi pllakat prej gurisit, ishte duke thënë, ju nuk meritoni asnjë bekim nga Perëndia. Ju nuk meritoni që unë t'ju lexoj këto pllaka, këto ligje, sepse keni mëkatuar dhe gabuat para Perëndis. Prandaj e bëri Mojsiu. Dhe kur Mojsiu u kthye në mal, Zoti sërish i bëri pllaka të tjera dhe ja dha. Kjo ishte ajo që ndodhi. Vazhdojmë. Mirëmbrëma motër, mirë se erdhët. Do t'ju bëj një pyetje që Zoti më zbuloi. Në librin e Isaia, kapitulli 10, vargu 31 dhe 34. Në Isaias kapitulli 10. 10. Po. Kapitulli 31 dhe 34. Po, vazhdoni. Madmenahu ka ikur, banorët e Gebimit kërkojnë një stre. Më falni, jam pak nervoze. Megjithatë do të qëndroj sot në Nob, duke tundur grushtin kundër malit të bijës së Zionit, kodrës së Jeruzalemit. Ja, Zoti ushtrive do t'i këpus degët me dhunë të tmerrshme. Më të lartat do të priten, më krenarët do të ulen. Ai do të rrëzoj me spat pjesën më të dendur të pyllit, dhe Libani do të bjerë në goditjet e të fuqishmit. Më falni motor. Do të bjerë në goditjet. Ajo çfarë nuk kuptoj është kur thot se degët më të larta do priten dhe më krenarët do të ulen. Po flet në mënyrë figurative me shembuj, duke ju referuar mbretërve të Izraelit, të Judes dhe krerëve qeveritarëve të Jeruzalemit në atë kohë, sepse gjithë populli kishte mëkatuar dhe kishin gabuar para Perëndis, dhe Zoti do t'i ndëshkonte duke përdorur kombet e tjera që t'ju dilnin kundër me ushtritë e tyre dhe t'i shkatronin, kështu që kur Zoti thot se ata do të arrinin në Zion, që ishte Jeruzalemi, dhe ata do t'i shkatronin me ushtritë e tyre, pra Zoti po fliste për pemët e larta duke ju referuar personazheve, sundimtarve, krerëve, priftërinjve, profetëve të rem që ishin ngritur, mbretërve, dhe të gjithë atyre që qeverisnin atje. Këta ishin ato pemë të larta që do të shkatroheshin dhe do të përuleshin, dhe Perëndia do t'i shkatronte, do t'i ndëshkonte për mëkatin e idhujtarisë të cilin po bënte populli i Izraelit, dhe kështu ndodhi sepse Perëndia dërgoi ushtrit e Babilonisë që t'i shkatronin, dhe kështu Zoti ndëshkoi këta njerëz, vetëm se Perëndia flet me këto shëmbëltyra, me këto figura, me këto metafora. Flet Perëndia është mënyra e të folurit, dhe ne tani më e kuptojmë sepse Perëndia na ka mësuar të kuptojmë atë fjalor që Perëndia përdorte në atë kohë. Zoti Jezu Krisht po ashtu përdorte këtë fjalor që ta kuptonin vetëm ata që besonin në Zot dhe që kishin një zemër të përgatitur të hapur. Ata kuptonin, mosbesuesit, ata që nuk donin kokfortët, thuhet se ata madje ngatroheshin dhe nuk kuptonin shpjegimet që Perëndia u jepte kur Zoti i ungjillëzonte. Pra, Perëndia gjithmonë ka folur në këtë mënyrë me shumë shembuj, me shumë figura, simbole që ne të kuptojmë. Sot gjithashtu Perëndia na flet ndonjëherë në vegime dhe ëndra me simbole, ndonjëherë na jep ëndra, ëndrojmë duke peshkuar, ëndrojmë se jemi në fush, ëndrojmë me dele, me zogjë, me gjarprinj, dhe këto janë figura, janë persona, është zili, gjëra që do të na ndodhin në jetën tonë të përditshme me personat. Kështu që kur të kemi ëndra
me kafsh, me merimanga, tarantula, me gjarprinj, është armiku, është djalli që do të më vendos njerëz që do dalin kundër meje, atëherë unë do t'i lutem Perëndis sepse Zoti na flet në këtë mënyrë me shembuj. Mirë, vazhdojmë tani me pyetjen e fundit për sot. Po vëlla. Mirdita motor, mirdita vlezër, kjo është një premtim i Zotit i përmbushur në këtë ditë. Pyetja ime është te Proverbat, kapitulli 18, vargu 22. Dhe Proverbi thot: E ai që ka grua mund të ketë gjëra të mira dhe të fitojë favorin e gruas së tij. Flet për martesën. Dhe fjala mirëdashje, e cila ka më shumë se 10 sinonime dhe dua që të lutem na shpjegoni më hollësisht, sepse apostol Paul nuk ishte grua, por Zoti ishte shumë i mirë me të. Bamirësia është një dhuratë nga Zoti për të gjithë ne, me ose pa grua, sepse unë e mora atë ndihmë të përshtatshme, sepse Zoti më ka siguruar një shtëpi të bukur dhe më pas shumë mirësinë e tij. Pra shumë mirësinë e tij si një ilustrim. Unë e shoh këtë këtu vëlla, po ashtu si një ilustrim, një shembull, një shembull që ka të bëjë më tepër me kishën e Zotit. Sepse thuhet se Zoti në librin e zbulesës thuhet se në fund Zoti do të festoj dasmën e qengjit dhe kjo dasëm do të festohet me kishën. Thuhet se kisha është gruaja, nusja, dhe ai është burri, pra flet për një burr dhe për një grua. Prandaj, në mënyrë figurative, thot se kush ka gjetur një grua ka gjetur një gjë të mirë, pra po i referohet më tepër pjesës shpirtërore. Zoti Jezu Krisht thot se ai po ngre dhe po formon kishën e tij të shenjtë, të përsosur, një kishë pa njolla, pa rrudha për veten e tij, thot. Prandaj, Zoti ndonjëherë krahason me martesën që ne të mund të arrijmë ta kuptojmë atë dasëm që do të jetë në fund dhe të gjithë burra dhe gra si kishë do të jemi gruaja e qengjit, që ne të mund të kuptojmë paqen ose lumturinë ose harmoninë, atëherë ai vendos si shembull martesën ose martesën e një çifti kur i thot burrit se kush ka gjetur një grua ka gjetur një gjë të mirë, por është më tepër figurative, në mënyrë figurative se sa në kuptim të parë, sepse Zoti Jezus gjithashtu na mësoi se në kishë do të kishte persona ose burra që nuk do të martoheshin, por do t'i shërbenin Perëndis. Perëndia po fliste për eunukët, thoshte se ai do të vendoste, do të kishte eunuk që do t'i shërbenin Perëndis dhe që kur nuk do të martoheshin për shkak të ungjillit të Zotit. Të Zoti Jezu Krisht e tha në librat e ungjijve, kur apostujt e pyesnin lidhur me divorcin, lidhur me martesën, dhe Zoti u jepte shpjegimin për divorcin, se nuk duhet të ekzistonte divorci, por që njerëzit duhet të qëndronin bashkë deri në fund të martesës së tyre. Atëherë apostujt i thoshin Zotit se kjo është shumë e vështirë, i thoshin kjo është shumë e vështirë ajo që ti na mëson, nuk ja le verdis të martohesh, sepse nëse nuk mund të divorcohemi, atëherë më mirë të mos martohemi. Atëherë Zoti u thoshte apostujve se jo të gjithë ishin të aftë të toleronin ose të jetonin atë jetë, atë situatë, por kjo ishte për ata që u është dhënë. Atëherë Zoti fillon shpjegimin, thot: ka eunuk që janë bërë eunuk për mbretërinë e qejve, dhe të tjerë që i bëjnë eunuk për punë, për shërbimin e njerëzve, dhe të tjerë që lindnin të tillë eunuk që nuk do të martoheshin kurrë, por do të qëndronin vetëm gjatë gjithë kohës. Dhe aty apostulli Paul përmend se ai ja kushtoi gjithë kohën e tij Perëndis, sepse ai mendoi se nëse martohej do duhej të merrej me familjen dhe nuk do mund t'i shërbente Perëndis siç i lindi në zemër që ta bënte. Kështu që nuk është se do të themi se kjo bie në kundërshtim me doktrinën, kur këtu në fjalët e urta thot se kush ka gjetur një grua ka gjetur një gjë të mirë, ndër të mirat ose përfitimet e një personi është shumë mirë që të martohet, është shumë mirë që të
realizohet martesa, sepse thuhet se ky është një bekim. Por nuk është diçka që bie në kundërshtim se të gjithë duhet të martohen ose që askush nuk duhet të martohet, çdo gjë është e lejuar, njerëzit marrin vendimet e tyre, siç e thash më parë, janë ata që përkushtojnë të shërbejnë Perëndis, siç ndodhi këtu me disa nga apostujt, dhe po ashtu në fjalët e urta që flasin në mënyrë simbolike me shumë figura, me shumë metafora, flitet në fjalët e urta, duhet i kuptojmë po ashtu në këtë mënyrë, në kapitullin 31 që flitet për një grua të virtytshme që i referohet po ashtu kishës së Zotit, dhe kështu në këtë mënyrë ne kuptojmë fjalën e Perëndis në këtë formë, pa menduar se po flitet se janë gjëra që bien në kundërshtim, në asnjë mënyrë nuk janë gjëra që bien në kundërshtim. Mirë, atëherë vllai po më lutet që ta lejoj. Mirë, pyetja e fundit. Mirëmbrëma motër Maria Luisa, mirëmbrëma vëllezër, Zoti më premtoi se do të isha duke bërë këtë pyetje që e kisha prej kohësh në zemrën time. Pyetja gjendet në librin e Mateut, kapitulli 7, vargu Mateu 7:21. Po. Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim, që është në qiej. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd? A nuk i dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Duke u thelluar në leximin e Biblës motër, që prej kohës ku kam ardhur në kish, kam kuptuar rëndësinë e të bërit të vullnetit të Zotit, e të pasurit një jetë të drejtë dhe të shenjtë përpara Tij dhe përpara njerëzve, pasi duhet të kemi integritet edhe përpara njerëzve, duke bërë atë që Zotit i pëlqen dhe të nënshtrohemi përpara Tij në frymë dhe në të vërtetë. Pyetja ime është, nëse është më e rëndësishme, apo më mirë të themi, a është të vepruari sipas vullnetit të Zotit baza e vërtet për të arritur jetën e përtejme? Të bësh vullnetin e Perëndis. Këtu në vargun 17, duke u kthyer pas nga vargu 21 që ju lexuat, në vargun 17 Zoti Jezu Krisht u mësonte dhe thoshte, kështu që çdo pemë e mirë jep fruta të mira. Thot, çdo pemë e mirë jep fruta të mira. Pema e kalbur jep fruta të këqija, duke ju referuar burrave dhe grave, qenieve njerëzore. Thot, një pemë e mirë nuk mund të jap fruta të këqija dhe asnjë pemë e kalbur të jap fruta të mira. Pra, çdo pemë e mirë jep fruta të mira dhe ajo që nuk jep frutë të mirë thuhet se pritet dhe hidhet në zjarr. Kjo është jeta. Këtu kur tha, Zoti tha, jo kushdo që më thot Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd, a i dëbuam demonët në emrin tënd, kemi bërë shumë vepra të fuqishme dhe Zoti u thot jo. Unë nuk ju njoh sepse ju u larguat nga rrugët e mia, ishit pemë që nuk dhan fruta të mira, pra duke qenë se u kthye në pemë që nuk dhan fruta të mira, kishin dhuntit frymërore që Perëndia u dha për të ndryshuar, për të jetuar një jetë më të mirë, dhe ata nuk deshën të ndryshonin, por vazhduan të ishin pemë me fruta të këqija, dhe Zoti u thot në vargun 23, s'ju kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju që keni bërë pa udhësi. Kështu që ne duhet të kuptojmë se Zoti na jep ne dhuntit frymërore, që ne të ndryshojmë, që ne të ndjejmë se ekziston një Perëndi, se ekziston Perëndia. Dhuntit frymërore janë një shenjë që kemi ne në jetën tonë për të ditur se po ekziston një Perëndi, se ekziston një qenie supreme, një qenie që na qeveris, një qenie në frymë dhe të vërtet, dhe ai na jep dhuntit. Por personi që merr dhuntit frymërore ndoshta në atë moment nuk është i përsosur. Ndoshta ai person ka dobësi, gabime, bën gjëra ndoshta të pahishme. Atëherë fryma e shenjtë e ndihmon në jetën shpirtërore që të ndryshojë, dhe kalon koha, Perëndia i jep mundësi dhe personi duhet të ndryshojë për mirë. Dhe nëse personi nuk ndryshon për mirë dhe kap në befasi vdekja, atëherë personi humbet, Perëndia i heq shpëtimin, sepse është rasti këtu kur Zoti i thot, nuk ju njoh, largohuni nga unë. Çfarë do thot vëllezër?
se nëse Zoti na jep dhuntit frymërore, kjo nuk është një garanci për të thënë jo. Unë tani e kam të bler jetën e përjetshme. Jo, dhuntit frymërore janë që ne të rritemi ditë pas dite, të ndryshojmë dhe të arrijmë një ditë të jemi të përsosur. Për këto janë dhuntit frymërore. Të kthehemi në pemë që japin fryte të mira. Dhe nëse nuk është kështu, atëherë ne kthehemi në pemë me fryte të këqija për shkak se ne nuk ndryshojmë, nuk pendohemi, nuk jetojmë një jetë më të mirë, atëherë Perëndia lodhet, inatoset dhe na përbuz dhe humbasim shpëtimin ton. Kjo është ajo që do të thotë aty se personit mos besoj kaq shumë, të mos ketë kaq shumë vetbesim, duhet të ndryshojmë. Nëse juve ju pëlqen të thoni gënjeshtra, ndryshoni, mos thoni më gënjeshtra. Ka njerëz që u pëlqen të gënjejnë vazhdimisht gënjejnë dhe thoni gënjeshtër me aq lehtësi, është një frymë e ligë gënjeshtre që ju është ngjitur dhe unë nuk e di nëse ky person e pranon që thot gënjeshtra. Unë mendoj se po e kupton që po gënjen dhe thot se ka dhuntit dhe thot se ka frymën e shenjtë. Dhe ndërkohë gënjen, mashtron njerëzit, atëherë ai duhet të pendohet, duhet të ndryshoj. Nëse nuk ndryshon, atëherë Perëndia një ditë e përbuz. Kjo është ajo që ndodh. Mirë vëllezër, motra, do t'i lutemi Perëndis ton, të falenderojmë Zotin, të përshëndetemi dhe po ashtu do të vendosim besimin ton tek Zoti, do t'i kërkojmë Zotit për sëmundjet, t'i kërkojmë Zotit po ashtu për problemet e magjive, do t'i kërkojmë Zotit për problemet e gjërave që na mbajnë të lidhur, të zinxhirëve, që Zoti t'i kput zinxhirët, që Zoti të plotësoj dëshirat e zemrës, që Zoti të na plotësoj dëshirat tona, kërkesat tonat, që t'i dëgjoj. Do të lutemi gjithsecili prej jush, kërkojni Perëndis sipas nevojës që keni në këtë moment. Kërkojni Perëndis, mos dyshoni, sepse nëse ju dyshoni, nuk do të keni përfitim nga Perëndia. Le të falenderojmë Zotin dhe njëkohësisht të përshëndetemi. Atë i shenjtë, atë qiellor, Perëndi i përjetshëm, krijuesi i qiejve dhe i tokës. Perëndia ynë që jeton dhe mbretëron në jetë të jetëve. I bekuar dhe i lëvduar qoftë emri yt. Faleminderit Zot për jetën. Faleminderit për bukën e çdo dite, për përkrahjen. Faleminderit sepse na mbron, na ruan nga e keqja. Sepse ecim me dorën tënde të fuqishme, sepse sytë tu na shohin, ti na dëgjon dhe ti po na ndihmon, po na ruan, po na drejton. Faleminderit Zot që shqetësohesh për ne. I bekuar Perëndi, merre nderin, lavdin, adhurimin ton Zoti im. Të falenderojmë për mëshirën tënde, për dashurinë tënde, për fjalën tënde të shenjtë, për bekimet e tua. Faleminderit për mbështetjen që ti jep kishës në nivel botror. Faleminderit Zot për zbulesat, për ëndrat, për vegimet. Faleminderit për profecitë. Faleminderit sepse ti shfaqesh, na zbulon, na mëson, na jep shenja, Zot, e ekzistencës tënde, që të mos dyshojmë, që të besojmë dhe të kemi besim tek ti çdo ditë që kalon, që të jemi të fortë dhe të jemi të vëmendshëm në praninë tënde, duke bërë të mirën, duke zbatuar dhe përmbushur urdhërimet e tua. Faleminderit atë qiellor, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, ne paraqitemi para teje, Zot, për të kërkuar mëshirën tënde, për të kërkuar, Zot, që të shtrish dorën tënde shëruese mbi të gjithë personat që janë të smur, mbi të gjithë ne. Zot, trupat tanë që kanë rënje fizike, që ti të shtrish dorën tënde dhe të shërosh, Zot, të gjitha dhimbjet, shëro dhe çliro dhe hiq të gjitha sëmundjet e pashërueshme, të gjitha dhimbjet. Hiq, Zot, të gjithë kurthet e të ligut, litarët, zinxhirët, shkatro veprën e armikut,
këputi verigat, zinxhirët, prish Zot magjit. Hiq Zot çdo mallkim, sepse me mallkimet vijnë edhe sëmundjet fizike. Zot pastro, çliro. Hiq Zot çdo dyshim, çdo frikë, çdo mosbesim. Zot pastro dhe çliro gjithsecilin. Le të përparojnë në rrugët e tyre, mbushi me fuqinë e frymës së shenjtë. Hiq Zot pri litarët, gjërat që i mbajnë të lidhur, shkatro veprën e të ligut, hiq zilin e djallit kundër ndjekësve të tu. I bekuar Zoti, ta adhurojmë Zot, t'i japim nderin, lavdin për lëvdimin, sepse ti meriton që ne të adhurojmë, të nderojmë dhe të lëvdojmë. Faleminderit Zot, faleminderit për dashurinë tënde, faleminderit për mirësinë tënde, për faljen tënde. I bekuar Zoti, i lëvduar dhe i përlëvduar emri yt, gjëra të mëdha ka bërë Perëndia ynë dhe prandaj Zot duam të lëvdojmë dhe të nderojmë në jetë të jetëve. Aleluja, i fuqishëm Zoti im, i lavdishëm është Zoti. Zoti është i madh, i denj për lëvdimin më të lartë, i bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit. Aleluja, Zoti i fuqishëm. Të falenderojmë Zoti im në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur. Të kërkojmë Zoti im që ti të zbresësh me fuqi dhe të pastrosh zemrat, të heqësh kurthet, litarët, njollat, të kpusësh çdo zinxhir të ligut dhe të largosh vuajtjet dhe hidhërimet e njerëzve. Zot, çliro, pastro, shëro Zoti im, hiq Zot dyshimet, mosbesimin, ligsin, hiq Zot të gjitha dëshirat e mishit, të gjithë materializmin nga trupat tanë, nga jeta jon, të gjitha vuajtjet, të gjithë hidhërimin, të gjithë trishtimin. Kput zinxhirët i bekuar Perëndi. Të falenderojmë Zot. Faleminderit Zot për dashurinë tënde. Faleminderit për bekimet e tua, për mirësinë tënde, për fjalën tënde të shenjtë. I bekuar Zoti, i fuqishëm, Perëndia ynë i plot fuqishëm. Faleminderit Zoti i shenjtë, faleminderit Mbreti i shenjtë dhe i drejtë, të lëvdojmë. Lavdi Perëndis, lavdi të plot fuqishmit. Aleluja, lavdi Zotit tim. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, lavadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando la gloria de Jehová. I bekuar Zoti,
Faleminderit Zot për dashurinë tënde, për mëshirën tënde, lavdia për Perëndin ton. Zoti im ju bekoft në mënyrë madhështore të gjithë ju. Zoti ju bekoft. Edhe vëllezërit atje që do të na shohin në video, Zoti ju bekoft po ashtu. Faleminderit shumë, faleminderit që jemi së shpejti, Zoti ju bekoft.